Kryeministri Edi Rama, në mbledhjen e Partisë Socialiste këtë të enjte, është ndalur edhe te çështja Balluku, për të cilën tha se do të flas pas raportit të Këshillit të Mandateve. Rama u shpreh se në fazën ku drejtësia sapo ka nisur pavarësinë e saj, Shqipëria nuk mund të aplikojë dorëheqjet automatike. Natyrisht që unë nuk do të shmangem sot këtu temës që lidhet dhe me Belinda Ballukun, por nuk do të merrem me procesin që ka nisur në parlament, sepse normalisht të pres edhe raportin e Këshillit të Mandateve përpara sa të them dhe unë fjalën time në mënyrë shtërruese për temën e imunitetit. Por dua të ndaj me ju këtu diçka që e kam thënë edhe pa praninë e publikut përmes mediave. Belinda Balluku mua më ka dorëzuar dorëheqjen 3 herë. Qysh në mbrëmjen e ditës kur ju ngrit akuza në fillim, jo për korrupsion, se është shumë interesant që ndërkohë që të gjitha tenxherët bëjnë llogarit duke marrë shumat e shpenzuara për të ndërtuar të gjitha ato vepra, akuza nuk është për korrupsion. Nuk ka akuzë për korrupsion. Por për paparazinë tendera. Pastaj ma ka sjell përsëri me shkrim dorëheqjen kur u bë pezullimi dhe pastaj edhe një herë të tretë kur u ripezullua nga mosvendimi i gjykatës kushtetuese. Siç u kam thënë, e kam hedhur unë poshtë kategorikisht idenë e dorëheqjes. Në Shqipëri drejtësia sapo ka nisur ta shijojë pavarësinë, ne nuk mund të hyjmë në vallën e dorëheqjeve automatike sa herë ngrihet një akuzë. Po duhet të bëjmë secili punën e vet, ne tonën, drejtësia të vetën. Mekanizmi i qeverisjes së vendit nuk mund të kurdiset dhe të shkurdiset sa herë prokuroria ngre një akuzë. Mëtej, Rama u shpreh se pezullimi i Ballukut e ka futur Shqipërinë në rekordin Guinness, pasi sipas tij nuk ka ndodhur ndonjëherë që një gjykatës të japë të drejtë një prokurori për pezullimin e një ministri. Koha e të ashtu quajturave dorëheqje morale nuk diskutohet që do të vijë, por pasi të kalojë kjo fazë revolucionare e pavarësisë drejtësisë, ku Shqipëria figuron si vendi me një rekord të zymt europian, që unë e përsëris dhe e përsëris, dhe sfundmi u fut edhe në Guinness si vendi unikal i botës, i planetit, i historisë botës, ku një gjykatës i jep drejt një prokurori mbyllur atje 2 bashkë në një zyrë për të pezulluar një ministër, apo ku një gjykatës apeli i jep drejt vetes që t'ia kërcasi kokës 2 fish dënimin atij që shkon ankohet në apel për të marrë një dënim më të lehtë. Këto janë rekorde për Guinness, këto nuk kanë ndodhur ndonjëherë. Ndër të tjera, kryesocialisti u shpreh se reforma në drejtësi nuk mund të quhet një dështim.